pengesë mund të bëhet mos informimi njerëzve. Po e zojmë. Mi hoxhi joni Allahu e nderoft që konsiderohet i pari në gjitha viset shqiptare, i cili ka fillu punën për sunnetin e pejgamberit, hoxha i nderuar Recep Efendi Morina, cili është prej Kosovës, jeton dhe vepron si hoxh në Amerikë. Domethënë gjenerata e hoxhës Jakub Efendi Hasibit, Allahu e mëshiroft, hoxh Zekrias Shkupit, Mazlamit Prizrenit, ai ka qenë i pari që ka nisë këtë punë. Në krejt shqiptari. Ai ka qenë imam në xhamin kryesore në Pejë. Edhe xhamia të mëdha e kanë edhe nga një dhomë të vogël të muezinit. Edhe ai ka falë sunetin aty në atë dhomë, edhe kur ka boj kameti ka dalë, një herë, 2-3 herë në çuke xhamati, o hoxh, po ti s'ka ke hoxh se s'po i fal sunetet. Ai nuk i ka falë sunetet. Pse? Po tha, ai imami para teje e fal ke sunetin para mihrabit. Jo në mihrab, po para mihrabit. E natë kena po, sot dhe dje, par dje ti s'je falë hiq, ajo falë. Para më do të ashtë dëmëdhën, ndo njëherë, mund të bëhet pengesë kjo. Dhe tani ne, si duhet të veprojmë tani ne në këtë rast? A duhet, thojmë, mu nuk më intereson se pejgamberi ka thonë me e falë sunetin të shpia? Edhe, jo, po suneti i këtil mbetet sunet dhe nuk lëviz. Mirë po, nëse krijon konfuzion, problem, hamendje, dyshime, përçarje, ndoshta edhe ndonjë problem më të madh te xhamati, atëherë edhe sunet është me falë në xhami. Nuk është se nuk është sunet me falë në xhami. Po në këtë rast është sunet më i fortë me falë në xhami se sa me kriju problem për një çështje të tjetër.